ëndra, nga aspekti psikologjik. Njëri prej tyre është ai Freudit që e patë edhe në kronikën e juaj, sipas cilit ëndrat janë një mënyrë me përmbush disa dëshirat kahmotshme, jo domosdoshmërisht aktuale, cilat nuk janë përmbush në kohën e duhur, kanë mbetë si një përmbajtje latente brenda neve dhe ato kërkojnë me çdo kusht gratifikimin. Mas ne janë një farë forme një mënyrë për me zgjatë gjumin, do me thonë ta zojmë për shembull na mujë me konë esht për ujë, mas e kemi ujë për para, edhe kur na kap etja, për me shty etjen shohim ëndër që po gjumi me një bazen ose diçka, edhe për një moment ndjemi sikur e plotësuar nevoja, edhe në këtë mënyrë nuk ka nevojë me u zgjuar prej gjumit. Okej. Një interpretim tjetër i ëndrave psikologjik është që ëndrat janë një lloj mesazhi, i llojit veçantë, që diçka e brendshme brenda neve është dashur më na. Kjo nga Jungu. Kjo nga Jungu. Diçka e brendshme, e thellë brenda neve, është dashur më na dhonë një mesazh, nuk po du me ulshu shumë detaje, besoj që do të kemi kohën ma vonë. Mirë, po sipas të dy konceptimeve, edhe të Freudit dhe të Jungut, domethënë mendja jonë është shumë e thellë, edhe na jemi të vetëdijshëm vetëm për një pjesë të vogël të saj. Si me thonë emisioni juaj, njerëz të shohin vetëm to çka shfaqet në ekran, po ju e keni një ekip pas ekipe që punon për këto që shfaqet në ekran. Njashtu edhe mendja jonë është e kësaj natyre, domethënë ka shumë procese të padukshme, të pavetëdijshme, të cilat e shohin në realitetin edhe ma mirë, edhe ma thellë, edhe ma kuptim plot, se so ajo që domethënë na kemi në mendime. Mendimet janë të kufizuar, janë të orientume me u marrë me çdo që e kemi përpara, që është aktuale, mirë për na kemi një vedi organizmike që është shumë ma thellë. Ai vjen që me ëndra me pa një realitet ma... Një realitet që nuk shihet kurqysh ndryshe. Domethënë është një Jungu e quajnë një pavetdije kolektive, që është shumë ma thellë se kjo pavetdia personale e Freudit, domethënë është një realitet gjithëpërfshirës, janë një farë mënyrë përvojat e gjithë njerëzve, janë disa tendenca që në disa raste ne japin një informacion që edhe shkenca ma avancuar, edhe njohuritë dhe shërbimet inteligjente ma të avancuar të shteteve nuk mujnë më na dhonë, qysh na mujnë me marë nëse qasme qatë pavetdijen kolektive. Mas një interpretim tjetër psikologjik është që ëndrat janë thjesht procesimet gjonave që kanë mbetë gjysë gjatë ditës. Shqetësimet e ditës. Ato, dhe me thonë, gjatë ditës na përjetojmë shumë gjona, disa për tyne nuk e kanë kohën, se kanë mundësin me u shkru tamam kujtes. Ëndra është një lloj mënyre me shkrujt ato në kujtes, me se ndërtu në një farë forme se informacion. Mas ne gjona që mbesin të pa përfundume, proceset ditore, dhe me thonë, janë si forma me shkrujt ato mi përfundu një farë forme në mendjen tonë. Mas ne një interpretim tjetër që është ma shumë evolutive dhe ka të bëjmë me mbjetesën tonë, thot që historinë tonë evolutive, në përshtatjen tonë, na jemi ballafaqur me shumë rreziqe, cilat mujnë me u shfaq prapë. Sikur, do me thonë, me ikë prej kafshëve të ndryshme, me ikë prej gjallësave, me ra prej lartësive, me ra në ujet e tjera, edhe ëndrat janë një formë që na me lujt që ato shkatësi në ëndra dhe mos me i harru në rast se na vynë prapë. Edhe një interpretim të fundit. Hajde. Jo, thuje. Që mundet me thonë edhe zotni Berisha nështë ma detajisht, është një interpretim që është pak ma bazik, pak ma aksidental i ëndrave, që ëndrat janë thjesht karkimet sporadike të trurit, zonave specifike të trurit, cilat gjatë punës vetë gjujnë sinjale, mas një është një pjesë të trurit tonë, do me thonë që interpreton ato dhe kryon një lloj historie prej ty. Pse shojmë ëndra, si pas një psikiatri? Është ëndra një formë komplekse që ndodh në biologjinë dhe kiminë e trupit. Çka do të thotë kjo? Gjatë fazave të gjumit, në përgjithësi kemi 4 faza të gjumit. Faza 4 është faza aktive që quhet, dhe në atë fazë ne i shohim ëndrat. Si ndodh kjo në biologjinë e trurit tonë? Truni jonë tanë kohën prodhon transmetues, që ne i quajmë neurotransmiter, që